si ndihen, çfarë përshtypje japin dhe çfarë është ajo ndoshta që e veçon si program? Zakonisht fillimi është ashtu pak në turp edhe si një grup kogjë i madh, rreth 40 janë veç pjesë madh, plus edhe pjesa tjetër e stafit, bëhen mbi 50 veta. Dhe nuk din çka të presin. Në fillim janë kështu veç duke shiku dhe në fund me po ndryshimin e tyre pas 2 javëve është e jashtëzakonshme sa me ma shumë besim flasin, me vetë besim flasin për vendin, flasin gjuhën shqipe, mësojnë fjalë të reja, po në njëjtën kohë kemi edhe të reja cilët opsionin me ardhë në Kosovë me jetu apo në Shqipëri me u kthy, nuk e kanë pa fare si mundësi. Dhe pas këtij programi, ata jo që e kanë shqyrtu veç, kanë fillu me u interesu për bursa, kanë fillu me u interesu për programe cilat ofrojnë mundësi punësimi në Kosovë dhe 3 prej tyre janë vetë se kanë filluar vitin e kaluar me punu për institucionet e Kosovës, 2 kanë filluar me u angazhu në Shqipëri dhe të tjerë cilët vazhdojnë me jap punë vullnetare, veç vitin e kaluar domethënë i kanë japur rreth 530 orë punë vullnetare online cilën e kanë bë për organizatat lokale.